Kryeministri Edi Rama ka thirrur një mbledhje maraton të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, që do të zgjas rreth 5 orë dhe është duke u mbajtur aktualisht në pallatin e brigadave, nisur që prej orës 10. Në fokus janë raportimet e komisioneve parlamentare dhe reformat kryesore, veçanërisht ajo zgjedhore e territoriale, për të cilat Rama pritet vendos vijat kuqe në raport me opozitën. Mbledhja zhvillohet në një klim tensioni për shkak të skandaleve që po hetohen nga SPAK dhe interpretohet si një shtrëngim i fortë brenda mazhorancës. Rama pritet të jetë kritik ndaj deputetëve dhe drejtuesve të Partisë Socialiste, duke paralajmëruar se kush e sheh partinë si plaçk duhet të largohet. Sipas burimeve, kryeministri mund të shpallë dhe kushtet e largimit të tij nga politika të lidhura me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, si edhe të jap sinjale për pasardhësinë e mundshëm në krye të Partisë Socialiste. Përfaqësues të lëvizjes Shqipëria Bëhet organizuan sot një aksion para kryeministrisë, ku kërkuan që qytetarët të mobilizohen kundër qeverisë dhe të përballen me, siç thon ata, kartelet e drogës që veprojnë kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lëvizja paralajmëroi një protestë për ditën e nesërme 17 janar ora 18, duke ftuar qytetarët të dalin në shesh dhe të mbështesin drejtësinë kundër regjizorit të sistemit korruptiv, siç e quajnë ata, Edi Ramën. Adriatik Lapa i bën thirrje që të gjithë të prekurit nga padrejtësitë e qeverisë t'i bashkohen kësaj proteste. Gjykata kushtetuese ka vendosur në favor të Sali Berishës, duke konstatuar se mbajtja e tij për 11 muaj në arrest shtëpie ka qenë e zgjatur. Vendimi u mor në përfundim të seancës pa praninë e palëve dhe rrëzon qëndrimet e gjykatave më të ulta që kishin pranuar kërkesat e SPAK-ut për vazhdimin e masës së sigurisë. Çështja lidhet me kundërshtimet e vazhdueshme të avokatëve të Berishës ndaj raportimeve 2 mujore, deri në momentin kur masa u zbut në detyrim paraqitje në janar 2025. Ky vendimi kushtetueses mund të shërbejë si precedent për të kërkuar zhvlerësimin edhe të masës aktuale. Sali Berisha vijon të jetë i pandehur për korrupsion pasiv në aferën e privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani, ku SPAK dyshon se ai ka favorizuar familjarët e tij për fshirëdhëndrin Jamarbër Maltesi. Apeli i gjykatës së posaçme ka rrëzuar kërkesën e Argita Berishës dhe Jamarbër Maltesit për heqjen e sekuestros mbi pasuritë e bllokuara nga SPAK. Vendimi u mor nga gjyqtari Engert Pëllumbi dhe lidhet me hetimet për aferën Partizani. Pasuritë u sekuestruan pasi prokuroria dyshon se ato rrjedhin nga burimet pa justifikuara dhe janë përfituar përmes veprimeve korruptive. Sipas SPAK-ut, këto asete lidhen drejt për drejt me hetimin penal që po zhvillohet. Jamarbër Maltesi akuzohet për korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa në të njëjtën dosje po gjykohet edhe ish-kryeministri Sali Berisha së bashku me bashkëpunëtorë të tjerë. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa, e cila mban edhe postin e kryetares së Komisionit të Turizmit, Kulturës dhe Diasporës, ngre shqetësimin lidhur me draftin e ri të fjalorit të gjuhës shqipe të hartuar nga Akademia e Shkencave. Zhupa e cilëson draftin problematik dhe jashtë standardeve shkencore. Deputetja demokrate thekson se fjalori duhet të reflektojë seriozitet dhe të jetë në përputhje me zhvillimin bashkëkohor të shoqërisë. Zhupa rendit shembuj të cilat i cilëson si jo profesional, futjen e fjalëve të huaja si abandonim dhe online, pa nevojë reale gjuhësore, si edhe për kufizime thellësisht diskriminuese për fjalët djalë dhe vajzë, ku vajza paraqitet me nota negative dhe paragjykuese. Sipas Zhupës, mënyra si përshkruhet fjala vajzë normalizon një mentalitet maskilist. Në këtë kuadër, deputetja demokrate paralajmëron se do të kërkojë një seancë dëgjimore në Komisionin e Kulturës, ku Akademia e Shkencave të jap shpjegime të hapura mbi procesin e hartimit të fjalorit. Një aksident i rënd ka ndodhur mbrëmjen e djeshme tek ura e Dajlanit në Durrës, ku një automjet ka rënë nga mbikalimi. Si pasojë ka humbur jetën pasagerja 18 vjeçare Vikena Greku, ndërsa shoferi Arbër Xhaxha, 26 vjeç, ka mbetur i plagosur rënd dhe ndodhet në spital. Sipas policisë, drejtuesi i mjetit ka qenë i dehur dhe po lëvizte me shpejtësi shumë të lartë në aksin Tiranë-Durrës. Nga aksidenti janë dëmtuar edhe 2 këmbësorë, të cilët janë jashtë rrezikut për jetën. Makina tip BMW X5 u shkatrua plotësisht nga përplasja dhe u desh ndërhyrja e zjarrfiksëve për nxjerrjen e të rinjve nga mjeti. Hetimet vijojnë për të zbardhur shkaqet e plota të ngjarjes së rëndë. Sot në gjykatën themelore të Prishtinës mbahet seanca e radhës për rastin Banjska, por vetëm për 3 akuzuarit që ndodhen në paraburgim, Blagosje Spajosević, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović. Procedura ndaj 42 të akuzuarve të tjerë nuk do të zhvillohet në mungesë, pasi gjykata ka refuzuar këtë mundësi dhe ka lëshuar urdhër arreste ndërkombëtare për ndalimin dhe ekstradimin e tyre. 3 pandehurit janë deklaruar të pafajshëm si në seancën fillestare, ashtu edhe në shqyrtimin gjyqësor të prillit 2025. Akta akuza e ngritur me 11 shtator 2024 lidhet me sulmin terrorist të 24 shtatorit 2023 në Banjsk të Zveçanit. Sipas prokurorisë, sulmi synonte shkëputjen e veriut të Kosovës dhe bashkimin me Serbinë, ndërsa si pasojë u vrar rreshteri afrim Bunjaku dhe u rrezikuan jetët e qytetarëve dhe policëve të tjerë.
FBI ka dërguar zyrtarisht në Kosovë një agent special dhe një analist inteligjencë për të punuar drejt për drejt me policinë e Kosovës në kuadër të thellimit të bashkëpunimit kundër krimit të organizuar dhe kërcënimeve të sigurisë. Dy përfaqësuesit u prezantuan gjatë një takimi zyrtar në Prishtinë mes drejtorit të policisë Kosovës Gazmend Hoxha dhe atasheve amerikan të FBI-s dhe Departamentit të Drejtësisë së SHBA-ve. Sipas policisë Kosovës, ky angazhim synon rritjen e kapaciteteve hetimore, forcimin e inteligjencës dhe koordinimin në ndjekjen penale. Bashkëpunimi vjen në një moment delikat për rajonin përballë rreziqeve të sigurisë dhe aktivitetit grupeve kriminale dhe pritet ketë ndikim të drejtë për drejtë në efektivitetin e operacioneve policore dhe mbrojtjen e qytetarëve. Persona të lidhur ngushtë me Donald Trump po udhëheqin bisedimet për një kontratë rreth $200 milion për ndërtimin e një tubacioni gazi në Ballkan. Jas Benell dhe Joe Flynn, të njohur për përpjekjet për të përmbysur zgjedhjet amerikane të vitit 2020, kanë zhvilluar takime në Bosnjë-Hercegovinë për projektin e quajtur ndërlidhja jugore e gazit. Tubacioni synon të reduktojë varësinë e Bosnjës nga gazi rus duke lidhur vendin me një terminal LNG në Kroaci dhe duke hapur rrugë për import energjie nga SHBA dhe vende të tjera. Kompania amerikane AAFS e krijuar vetëm 2 muaj më parë dhe pa eksperiencë të dukshme, kërkon të fitojë kontratën me mbështetjen e ambasadës amerikane në Sarajevo. Projekti ka ngritur pikpyetje për konflikt interesi për shkak të lidhjeve politike, ndërsa shihet edhe si pjesë e përplasjes gjeopolitike mes SHBA-ve dhe Rusisë për ndikimin në Ballkan. Udhëheqës të së djathtës radikale nga Marbota janë arrestuar publikisht në mbështetje të Viktor Orbanit përpara zgjedhjeve në Hungari më 12 prill, duke i dhënë procesit një peshë të fortë simbolike për lëvizjet globale të ekstremit të djathtë. Në një video fushate, Orban mbështetet nga figura si Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Alice Weidel, Benjamin Netanyahu dhe lider të tjerë europianë ndërkombëtar. Mbështetësit e paraqesin Orban si mbrojtës të sovranitetit, identitetit kombëtar dhe paqes në Ukrainë, ndonse ai kritikohet si lideri i BE-s më i afërt me Vladimir Putin. Video vjen në një moment delikat, pasi sondazhet tregojnë se partia e tij Fidesz po mbetet pas opozitës së drejtuar nga Peter Magyar. Analistët theksojnë se një humbje e Orbanit do të kishte ndikim të madh simbolik, duke goditur një nga modelet kryesore të populizmit jo liberal në Europë. Një ide e re po qarkullon brenda NATO-s për uljen e tensioneve mes Danimarkës dhe SHBA-ve mbi Grönlandën. Krijimi i një misioni të quajtur Roja e Arktikut, propozimi u diskutua më 8 janar në Bruksel, pasi interesimit hapur të Washingtonit për Grönlandën madje edhe me tone ushtarake. Nisma synon rritjen e pranisë së NATO-s në Arktik përballë aktivitetit rus dhe kinez, ndërsa disa vende europiane e shohin si mënyrë për të shmangur pretendimet amerikane mbi ishullin. Mbështetje ka nga Belgjika, Britania e Madhe dhe Gjermania, por ka edhe hezitime për shkak të kostove, mungesës së mjeteve dhe vështirësive praktike. SHBA dhe Danimarka e konsiderojnë ende çështje dypalshe, por bisedimet vazhdojnë, ndërsa Roja e Arktikut shihet si kompromis i mundshëm gjeopolitik. Sulmuesi i kombëtares shqiptare Reimana i ka nisur një kapitull të ri në karrierën e tij duke firmosur një kontratë 2 vjeçare Young Professional. 27 vjeçari do të përfitojë një pagë prej 4 milion eurosh në sezon, duke u bërë një nga futbollistët më të paguar shqiptar në histori. Ky transferim pason eksperiencën e tij te Sharjah në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku u dallua për formën e mirë dhe golat vendimtar. Young Professional synon të përforcojë repartin ofensiv dhe të rrisë konkurrencën në kampionatin kinez me përvojën ndërkombëtare të Reimanait.